Kam një pyetje për gjithë ju. A do t'i lejojnë këta tradhtar të shkelin mbi dignitetin, moralin dhe korpin tonë? Po apo jo? Në sytë tuaj shoh fundin e një sistemi që ka humbur besimin e qytetarëve dhe fillimin e një epoke të re për Shqipërinë. Besoj se bjem të gjithë në mendje kur them se ekziston një lloj dëshire për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë kësaj ndjenje së përgjithshme të pasigurisë, siç është pasiguria e pronës, pasiguria e së ardhmes dhe pasiguria e jetës. Ne besojmë se mbrojtja e kombit shqiptar, e idealeve tona dhe të drejtave tona duhet të jetë mbi çdo interes tjetër. Ne jemi brezi që nuk pranon të ecë përballë padrejtësisë dhe që nuk pranon të largohet nga vendi i tij. Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Le të ngrihemi, le të veprojmë dhe le të punojmë së bashku për ndryshimin që kërkojmë. Historia nuk shkruhet nga ata që presin, por nga ata që guxojnë. Dhe nëse duam fitore, duhet të jemi të gatshëm të sakrifikojmë, të përballemi dhe të mos dorëzohemi kurrë. Më mirë një fund me dhimbje se sa dhimbje pa fund. Jam i bindur dhe shpresplot se protesta do vinë një ditë që nuk do zhvillohet vetëm në këtë mënyrë, po do përshkallëzohet. Ashtu si e meriton ky sistem mafios. I bëj thirrje policisë së shtetit mos ta tregojnë ne se ç'është e ligjshme, sepse ligji nuk vlen kur ekzistenca jonë cënohet. Të drejtat tona janë mbi të drejtat e qytetarëve të gjithë shtetit. Ai mos na ndaloni në misionin tonë, në dobinë tuaj të gjithë shqiptarëve. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft gjeneratën e re, Zoti e bekoft Shqipërinë.